Përzgjedhja e kryesisë së kuvendit përbëhet prej 3 subjekteve më të mëdha politike në vend, që nënkupton Lëvizja Vetëvendosja, PDK-ja dhe LDK-ja në këtë rast. Kështu që kushtetuta ja bën si përgjegjësi të 3 partive politike për me konstitu kuvendin, pra kryesia. Kryesia përbëhet prej 3 partive, kështu që bjen obligim mbi 3 partitë për me zgjedh kryesinë e kuvendit, me fjalë tjera edhe ata duhet me votu për me konstitu. Keni ndryshuar kandidatin për kryeparlamentar apo do të jetë prapë Albania? Jo, është e njëjti kandidat. Çfarë do të bëni në rast se smirë në vesh se votojnë zoti Basha, po shkon një telenovele gjatë edhe kush do të zgjidhet. Po telenovelën përshkaktojnë ata tjerët. Pro është po ju akuzon juve. Po s'mujnë me na akuzon neve se na e kena propozu kandidatin. Edhe na e kemi qu dorën për me votu, ata po refuzojnë. Kryesia e kuvendit përbëhet prej 3 partive më të mëdha. Edhe kushtetuta thot kuvendi konstituohet me rastin e zgjedhjes së kryesisë. E kryesia është Lëvizja Vetëvendosje, PDK-ja e LDK-ja. Edhe është më shumë pozitë administrative, pra që e bën administrimin e kuvendit, edhe kryetari edhe nënkryetarët kur ai nuk është aty. Kështu që po besoj është një ekip kolegjial edhe kërkon edhe votën kolegjiale, prandaj nëse dikush duhet më akuzu për bllokad, janë ata që po refuzojnë me votu e që vetë janë pjesë e kryesisë. Po zonin Haxhi ju pëlqejnë si të përçarse si. Po na sjena këtu më plotsu dëshirat aty në cilën kandidat me çit. Zoti Basha di vjen që vi kërkoni vota aty në çfarë kryeministri ka qenë Tajvari në ditën e gjelbër. Ata është ti po hemi një fartim tjetër se ka dhe për tyne që kanë mu kandidu në ashtanisë dhe në kanë shumë e nonë. Keni votuar për ata? Jo veç, në ustash asë një sen, te për unë e si tem, po ajo është tema. Tema është konstituimi kuvendit edhe ata janë pjesë, jo se aty ju duhet se ata janë pjesë e këtij kolegji. Për kupton? Ata janë pjesë e kryesisë së kuvendit. Qysh me gjithë atë? Ata janë pjesë e kryesisë, po ata vetë janë pjesë e kësajna. Nëse s'dojnë ata janë të bloku, edhe ata duhet me marrë fojnë edhe përgjegjësinë për këto. Faleminderit.